Mirëmbrëma të dashur miq. Besoj që të gjithë ju e ndoqët situatën të ndërtuar brenda Big Brother apo këtë reklamën e madhe që fliteshte sot që Edi do të shikon një videoklip. Do me thënë Dolce kishte folur në Grande Fratello. Tani, që Dolce nuk do të tregon privatësinë e saj në një mision që ishte në Grande Fratello është më se e kuptueshme sepse duheshte Dolce të tregon atje lidhjen. Por që Dolce ka një lidhshmëri të afërt me produksionin, këtë nuk e vënë në diskutim. Tani Dolcen e kanë mësuar se çfarë të flet në Grande Fratello, çfarë të tregon dhe çfarë jo. Dhe në anën tjetër, unë gjithmonë e kam thënë, Edi është viktim në gjithë këtë situatën sepse Edi nuk di se çfarë bëhet. Dolce ka një marrëdhënie shumë të mirë me produksionin dhe që në momentin kur Dolce u kthye, që unë në fakt e kam ngritur pyetjen se si do të shkon marrëdhënia e Edit edhe Dolces, a do t'jenë bashkë apo nuk do t'jenë, apo do ndërhyjnë produksioni me video, sepse sonte produksioni po të dëshironte që ato t'jenë bashkë, do ta bënte këtë lojën e madhe. Do me thënë ngren dyshime dhe në këtë rast, produksioni sot ngriti dyshime. Po tani që të ndahet Dolce dhe Edi unë nuk e besoj. Kjo tani do të shndrohet në një telenovel, do të bëhet një dramë dhe ato do të kenë kacafytje, po do të kenë dhe biseda sepse Edi ka pëlqim të sinqert ndaj Dolces. Por unë mendoj që Dolce është duke luajtur bukur dhe mund të them realisht Dolce mund të jetë edhe fituese e këtij Big Brotherit. Si mendoni ju?